Fërkoni një copë aloe vera në lëkurën tuaj dhe do mrekulloheni me atë që do t'ju ndodh. Aloe vera njihet për vetitë e saj medicinale, por me siguri nuk keni ditur për vetitë e kësaj bime medicinale për elementet e lëkurës së shëndetshme, plot me shkëlqim dhe gjithashtu pa komplikacione. Përdorimet kozmetike të aloe verës janë vërtet të larmishme dhe vlerat që do t'japin lëkurës suaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira që mund të përdorni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithçka që ju duhet të provoni është ky truk i thjesht për ta patur lëkurën tuaj më të butë, më të shëndetshme dhe gjithmonë të rigjeneruar. Kjo metodë është e lehtë dhe natyrale në përgatitje. Ju duhet thjesht një përbërës i vetëm siç është aloe vera dhe do befasoheni me rezultatet që do të keni në mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Kjo është ajo që ju duhet të bëni me përdorimin e aloe verës. Lajeni tërësisht. Ajo çka duhet të bëni është të lani mirë me fytyrën tuaj dhe gjithashtu të lani gjithashtu edhe aloe verën. Përdorni ujë të pastër për ta larë atë për të evituar kështu edhe ndotjet që mund të ketë. Thyejini më pas në dysh. Pasi të ketë nxjerrë të gjithë lëngun, e prisni në dysh, mos prisni pjesë shumë të madhe, pasi gjysma e saj është më se mjaftueshme për të marrë përfitimet. Aplikime të tilla të aloe verës do të bëjnë ndryshime rrënjësore në dukjen e lëkurës suaj. Shkurtoni skajet. Për të qëruar gjethen, fillimisht duhet të prisni skajet nga gjembat dhe duhet të përdorni gjithashtu mënyrën e duhur për t'i larguar edhe xhelin që ajo përmban nga brenda. E hapni në dysh dhe nxirni pjesën e xhelit. Pjesën e xhelit që keni nxjerrë e fërkoni atë në të gjithë pjesën e lëkurës së fytyrës suaj. Duke përdorur gishtat e aplikoni edhe xhelin e aloe verës në të gjithë lëkurën. Mund të përdorni gjithashtu edhe flet për ta përhapur më mirë në fytyrë. E lini maskën të thahet dhe e mbani për 15 deri në 20 minuta. Më pas, pasi kjo kohë të ketë kaluar, e lani fytyrën tuaj me ujë të rrjedhshëm. Më pas, duhet ta aplikoni edhe hidratues, por mos përdorni sapun ose kimikate për ta larë. Të gjitha përfitimet që do të vinë nga përdorimi i aloe verës në fytyrën tuaj do të kthehen në element të dobishëm në mbrojtjen e shëndetit të saj. Ndaj përdoreni gjithmonë brenda normës së lejuar për të rikthyer kështu freskinë që lëkura juaj e ka të nevojshme. Aloe vera është bima e mrekullueshme jo vetëm për sa i përket lëkurës, por edhe për të gjithë organizmin. Kjo bimë e veçantë përmban mbi 200 përbërës biologjikisht aktiv si polisaharide, vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale që promovojnë përthithjen sa më të mirë të ushqyesve, të cilët trupi i ka kaq shumë të nevojshme. Për të përfituar të gjitha këto vlera, ju duhet të merrni pak nga xheli aloe verës së freskët që ndodhet në brendësi të gjethes dhe aplikoni atë në zonat që dëshironi për të përfituar në maksimum. Gjithsesi në këtë video, sipas Healthline, do ju rendisim disa nga mënyra se si mund ta kombinoni aloe verën për çdo lloj tipi të lëkurës që mund të keni. Por nëse keni lëkurë të thatë, mikse ose shumë të yndyrshme, dëgjoni me vëmendje këto këshilla në mënyrë që ta përdorni atë në formën e duhur. Trajtimet për lëkurën e thatë. Për këtë trajtim, ju duhet vetëm 3 përbërës që mund t'i gjeni lehtë kudo në përditshmërinë tuaj. Ju duhet një lugë gjedhe me xhel aloe vera, një maj luge me mjalt dhe një lugë vaj ulliri. I përzieni të gjitha përbërësit së bashku, derisa të krijohet një formë një trajçme. E lini të aplikuar në fytyrë, e mbani për 15 minuta derisa të thahet dhe më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Ky është një trajtim shumë i mirë për lëkurën e thatë për të evituar kështu edhe komplikacionet që i kanosen asaj. Trajtimet për fytyrën mikse gjithashtu mund të jenë efekte të mira edhe për shëndetin e lëkurës suaj. Të njëjtën sasi si më lart e përdorni edhe me këta 3 përbërës. Në një enë përzieni një lugë gjedhe aloe vera, një lugë gjedhe mjalt dhe gjysmë banane. Hidhini të gjitha në një mikser dhe i përzieni derisa të formohet një masë kremoze. E vendosni atë në fytyrë dhe e mbani vazhdimisht.
Kështu përfitimet që do të keni prej përdorimit të kësaj recete do të jenë vërtet efektive edhe në lehtësimin e shenjave të saj. Pasi kështu do ta keni më të lehtë të mbani lëkurën e fytyrës mikse edhe më të shëndetshme. Gjithashtu për trajtimin e fytyrës me yndyrë, merrni xhelin e aloe verës në një lugë gjedhe, i përzieni me një lugë gjedhe lëng limoni dhe një lugë gjedhe kosh. Mundohuni të arrini një masë sa më të njëtrajtshme dhe kompakte dhe të gjitha përbërësit i vendosni në fytyrë dhe në qafë. E mbani atë në fytyrë ose në qafë për 15 deri në 20 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i kësaj recete do të jenë të menjëhershme dhe mbi të gjitha, lëkura juaj do të qëndrojë më e freskët dhe më e bukur. Aloe vera është një bimë e mirë tropikale, por për shekuj është përdorur edhe për trajtuar komplikacione të ndryshme. Fal enzimave që nxisin gjithashtu edhe shumimin e qelizave të reja. Xheli aloe verës mund të përdoret direkt nga bima ose edhe i përpunuar dhe mund t'jap lëkurës suaj shumë element ushqyes për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë përdorime të ndryshme të aloe verës në dukjen e lëkurës tuaj dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Për këtë recet, ju duhet që të përdorni aloe verën si një zgjidhje të mirë efektive. Nga qetësimi i lëkurës te pickimi i insekteve deri te problemet me mishrat e dhëmbëve ose shqetësimet me tretjen. Aplikimet ose marrja e xhelit të aloe verës do të bëjnë të ndiheni më vërtet më mirë. Xheli ka përfitime mjaft të mira lehtësuese që vetë bima mund t'jap edhe për shëndetin e lëkurës. Ndaj përdorime të tilla të aloe verës mund të promovojnë shëndetin e lëkurës. E pasur me vitaminën A, vitaminën E, vitaminën C, aloe vera do të rrisë gjithashtu edhe qarkullimin më të mirë të gjakut, duke përmirësuar funksionet të trupit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen asaj. Aloe vera mund të përdoret edhe për zbutjen e digjeve të lëkurës, gjithashtu edhe skuqjen nga dielli. Ajo mund të përdoret për të zbutur pickimet e insekteve dhe alergjitë. A i dini se aloe vera mund të zvogëlojë edhe elementët e dëmshëm që mund të shkaktojnë kremrat e lëkurës duke hidratuar atë më mirë dhe gjithashtu edhe duke lehtësuar komplikacionet e tyre. Gjithashtu aloe vera mund të përdoret edhe si një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të aparatit tretës. Pirja e lëngut të aloe verës mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve të tretjes, por këtë duhet ta përdorni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Aloe vera mund të përdoret edhe për shëndetin e mishrave të dhëmbëve, por gjithmonë në mbikëqyrjen e ekspertit do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni shëndetin e tyre. Aloe vera ka përdorime të mira që njihen edhe falë vlerave ushqyese dhe përfitimeve të shumta që ka kjo bimë. Duke e përdorur atë si duhet, ju do të merrni 10 përfitime. Megjithatë, jo të gjithë i njohin fuqitë e kësaj bime, ndaj sipas WebMed do të rendisim disa përdorime të aloe verës për bukurinë e fytyrës. Redukton shenjat e strijave. Me rritjen e moshës ose dhe gjatë periudhës së shtatzanisë lëkura pëson çarje. Aloe vera është një trajtim efikas i cili brenda një kohe të shkurtër do të reduktojë këto shenja as pak të këndshme. Trajton fytyrën delikate. Xheli aloe verës është një mënyrë shumë e mirë kundër puçrave dhe akneve. Ju duhet të përzieni një lugë gjedhe xhel aloe vera me 2 deri në 3 pika lëng limoni. E aplikoni në fytyrë dhe e lini të përthith atë për 30 minuta. Lehtëson lëkurën nga djegjet e diellit. Mund të aplikohet si një mburojë shumë e mirë e lëkurës, sidomos gjatë periudhës së verës ku djegja e diellit mund të shkaktojë edhe dëmtime të saj. A i dini se aloe vera mund të përdoret si hidratim për lëkurën e thatë? Ju mund të aplikoni xhelin e bimës direkt mbi lëkurën tuaj. Ajo trajton lëkurën nga pickimet e insekteve ose inflamimet, parandalon plakjen e lëkurës në nivel qelizor. Ju mund të keni një shkëlqim rinor, ndoshta keni nevojë për një trajtim me 5 yje në kushte shtëpie. Kombinoni gjysmë lugë çaj vaj ulliri, një lugë çaj aloe vera, një lugë çaj tërshër. Aplikoni në fytyrë dhe lini për 30 minuta. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.